Problemet me sigurinë ushqimore në vendin tonë vijojnë të thellohen. Një tjetër rast shqetësues është bërë publik këtë javë. Qytetarët shqiptar kanë konsumuar qumësh të kontaminuar me aflatoksin gjatë vitit 2024 dhe në muajt e parë të 2025-s. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka konfirmuar se janë analizuar 26 mostra qumshi në periudhën janar 2024-prill 2025. Nga këto, 10 mostra kanë rezultuar të pasigurta për konsum, pasi kanë tejkaluar normën e lejuar të aflatoksinës M1, një substancë toksike që përbën rrezik për shëndetin e njeriut. Sipas të dhënave zyrtare të AKU-s, në vitin 2024 janë identifikuar 2 mostra me përqindje të lartë të aflatoksinës. Në periudhën janar-prill 2025 janë zbuluar 8 mostra jo konforme. AKU thot se pas konstatimit të rasteve janë marrë masat administrative sipas legjislacionit në fuqi, përfshirë ndalimin dhe asgjësimin e produkteve të kontaminuara, si dhe gjurmimin e origjinës së produktit deri në fermë, por sasia e konsumuar nuk dihet ende. Çfarë është aflatoksina dhe pse është e rrezikshme? Aflatoksina është një toksinë e prodhuar nga myku që rritet kryesisht në drithra si misri dhe gruri. Këto ushqime konsumohen nga baktit. Aflatoksina kalon në qumshin e tyre. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kjo substancë është klasifikuar si kancerogjene dhe ndikon negativisht në funksionin e mëlçisë dhe veshkave. Ky rast i fundit i ndotjes me aflatoksin i shtohet njësër incidentesh të ngjashme me produkte të tjera ushqimore, si pulet me salmonel apo frutat dhe perimet të kontaminuara me pesticide.